Është publikuar nga mediat shqiptare një video ku pretendohet se është Gjensila Myrtezaj duke u puthur me këngëtarin e njohur Ledri Vula. Për të folur mbi vërtetësinë e kësaj video dhe çfarë ka ndodhur realisht me Gjensila Myrtezajn dhe Ledri Vulën dhe sa janë shanset që ata të jenë bashkë, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për kohën që gjeta për ne. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, besoj ju e pata të videon që po qarkullon në media shqiptare. Sa gjasa ka tjetë e vërtet dhe pse pikërisht tani doli video? Po, e vërtet, veç me qenë të pas mos me kuptuar që është reale apo jo një video e tillë. Është qartazi që të duket qartë Gjensila me Ledrin, duke qenë me një puthje së bashku ato prekjet edhe ato fermitete që ata kanë pasur. Tani sa i përket se pse pikërisht ka dalë në këto momente, kjo mbetet një pikpyetje për të gjithë ne guri. Do ta rinis nga aty ku kemi bërë një intervistë për Bes Kallakun, i cili nxori këngën e tij edhe shprehu totalisht atë që ai ka mbajtur brenda gjatë këtyre kohëve. Kemi dëgjuar këngën e Besit, i cili ka treguar për tradhti, ka treguar se çfarë ka përjetuar sa i përket në pjesa Gjensilës dhe rrethit e tij shoqëror që ai ka pasur në ato periudha. Edhe pas kësaj këngës, pikërisht po këto ditë tani deli dhe kjo video e Gjensilës me Ledri Vulën. Në mendjen time, guri, unë do të them që unë e kam pasur këtë mendim, sepse edhe koncerti që kam bërë para një viti ca me këngët e tyre duet që kam bërë të dy këngëtarët, ato fermitetet, ato kërcësimet provokuese që ka bërë Gjensila kundrejt Ledrit ka lënë dyshime shumë dhe është komentuar dhe gjatë asaj periudhe, nëse mban mend, ku flitet që a mund të ketë një marrëdhënie midis Gjensilës dhe Ledrit. Dhe ja ku dalin në ditët e sotshme që këta të dy po pikërisht mund të kenë një lidhje ose një flert si dy të mitur, por të them diçka, mua më duket pak hipokrite Gjensila deri diku guri, sepse në për intervistat e saj të fundit ajo jo se e ka fshehur, se nuk është detyruar që të shfaqë lidhjen e saj se çfarë bën me jetën e saj private, por nuk më pëlqen kur godet Besin deri diku dhe vetiu ajo ja ku dali me fakte se çfarë bën vërtet në jetën e saj. Nuk dua të gjykoj fare lidhjen dhe marrëdhënien që mund të ketë me Ledrin, është një grua e lirë, është grua single, e cila do të ka të drejtën e saj të krijojë një jetë të re, siç e ka bërë te Besi në krau tjetër, por nuk më duket kaq reale sa i përket pjesës që pse pikërisht duhet të dali tani dhe në këtë lloj mënyre. Unë e quaj që e gjitha kjo mund të jetë pak e stisur nga krau i Gjensilës, e cila mbase ka dashur të godasi dhe të rikthej vëmendjen e medias kundrejt saj, sepse nëse kemi parë i ka rënë pak shikueshme e Gjensilës dhe mbase gjen mënyrën për ta ringjallur emrin e saj në skenë dhe A besoni që mund të ketë qenë, po themi, Gjensila Myrtezaj shkaktaku i ndarjes së Ledri Vulës me Sara Hoxhën? Kjo është një tjetër diskutim tani. Nuk e besoj se Gjensila do ishte pjesë e kësaj ndarje, sepse siç kemi parë dhe për ndarjen midis Ledrit dhe Sarës, ka qenë një histori kundrejt ndryshe. Edhe ata kanë pas një ndarje, do thosha mos e normale dhe nuk kanë pas kaq vëmendje mediatike sa që ka pas ndarja e Gjensilës me Besin. Por mund të jetë kjo një hipotezë, mund të jetë kjo një mendim, nuk e hedh poshtë kurrës, por për mendimin tim nuk e besoj. Nuk e besoj se Ledri Vula ka pasur një ndarje me Sarën për arsye të Gjensilës. Këta dy kanë nisur, nëse kanë nisur diçka të dy, ka qenë pikërisht para vitit të kaluar që ne kemi lënë pas, aty mund kanë krijuar ato lidhjet e tyre, por ajo që vrasun mendjen figuri është që pse pikërisht duhet të dilte kjo video dije për shembull sot këto ditë tani. Pse këta kur kanë pas një lidhje dhe kanë dashur kaq shumë do mund ta krijonin dhe ta shfaqin në publikun e tyre dhe mos të hidheshin këto hipoteza që ne po hedhim tani dhe pikpyetjet që i lënë dyshim të gjithë publikut shqiptar. Mos e normale shumica tani jam i sigurt që do i gjykojnë deri diku Gjensilën dhe
do japin të drejtë besit. Unë si Klevis nuk jap asnjë të drejtë asnjë palës, nuk, siç e kam shpjeguar edhe më përpara, nuk jam i vetëdijshëm ta di pikërisht se cilat mund të jenë arsyet të vërteta që çifti ka prishur familjen e tyre dhe janë ndarë në këtë lloj mënyre. Thjesht unë këtë dua të lënë ndjeni Guri që nuk më duket reale kjo video. Besoj se gjitha kjo ka dalë nga anë e gjensilës, siç e shpjegova edhe më para, për arsyetimi, klikimesh edhe vëmendje në showbizin shqiptar. E them dhe i mbetem këtij mendimi. Klevis, po sa i përket publikimit të marrëdhënies së Beskallakut me të dashurën e re, duket sikur është një koincidencë apo është diçka, po themi, për inat ndaj njëri tjetrit? Po tani ka edhe inate mes. Normalisht që ka edhe inate, po të gjitha këto kanë ndodhur me një periudhë kohë shumë të afër me njëra tjetrën dhe këto janë pikërisht dyshimet që ne na lën të dyja palët, jo vetëm një palë, po të dyja palët, sepse shohim Besin, vazhdon jetën e tij, krijon një lidhje, postohet. Pas kësaj vjen një këngë e Besit e cila postohet dhe bën buj dhe komentohet po ashtu gjithë ato. Pasi ka dalë këngë e Besit, ja ku jemi sot, del edhe një video nga krau Gjensilës me Elie Drevulën më në fund. Pra, pothuajse i gjitha kjo është shumë e dyshimt, është shumë, ka shumë pikë pyetje në mes, sepse a është diçka reale apo base edhe po lozëm një tjetër, sepse të dy kanë përfitimet e barabarta edhe i pëlqejnë e gjitha kjo dhe vazhdojnë edhe merren me këtë pjesë. Sepse po bëjnë gati 2-3 vite që çifti është ndarë dhe akoma merren të dyja palët me këtë lloj gjë, me ndarjen e tyre. Mes shumë ka qenë Besi ai që i ka dhënë vëmendje ndarjes së tij, me shumë publikime këngësh, me shumë intervista që i ka dhënë. Në pala tjetër Gjensila ka qenë me shumë këmbë në tokë, është përkushtuar më shumë, siç na tregon në rrjetet sociale, fëmijëve të saj, karrierës së saj po ashtu me këngë shumë normale, nuk është se Gjensila deri sot ka bërë një këngë e cila do ketë dashur të gotasi Besin. Zakonisht këngët e Gjensilës ka qenë shumë familjare, domethënë ka përkushtuar këngë fal fëmijëve të saj, po ashtu dhe pas këtyre këngëve kemi parë dhe bashkëpunimet e tepërta që ka pas me Elie Drevulën dhe besoj se aty do ketë nisur një marrëdhënie sa i përket Ledrit edhe Gjensilës. Duhet të pres se çfarë reagimi mund të bëhet tani në të dyja palët, edhe të shoh që a do dalë diçka më tepër në syrin publik dhe në rrjetet sociale që edhe ne të kemi një pamje më të qartë se çfarë vërtet po ndodh me këta dy, apo do mbetin kështu të heshtur dhe do thjesht do lënë secilit mendimin e tij në publik. Klevis, faleminderit shumë për analizën që bët këtu lidhur me rastin e Gjensilës Myrtezajt dhe Elie Drevulës. Faleminderit juve.